jemi këtu të gjithë bashkë dhe po e theksoj prap me insistimin e këtyre demokratëve, drejtuesve të grup seksioneve apo sekretarëve të grup seksioneve, kryetar apo sekretar grup seksionesh. Kërkojmë, nëse është e mundur edhe tani në këto momente, kërkojmë të bëjmë një ballafaqim me zotin Berisha, pasi jemi rënduar shumë me akuzat, janë akuza shumë të rënda për mua dhe për kolegun tim. Mos të dalim njëri nga një mikrofon dhe tjetri nga mikrofoni tjetër të bëjmë monolog, ja ku jemi të ballafaqohemi njëri tjetrin dhe t'i qartësojmë këto gjëra, sepse i detyrohemi këtyre demokratëve. A keni bashkëpunuar me Partinë Socialiste kundër Partisë Demokratike siç janë akuzat? Nuk diskutohet që të kemi bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Nuk diskutohet kjo, është një gënjeshtër.